Ditën e djeshme, përfaqësues të protestës kanë dalë me disa kërkesa ndaj kryeministrit Edi Rama. Për të folur mbi këtë kërkesa, kam të ftuar në një lidhje direkte kolonelin e njohur zotin Hajro Limaj. Kolonel, faleminderit shumë që patët mundësi për këtë intervistë me mua. Ishte kënaqësi. Do vazhdojmë në misionin në interes adveut. Kolonel, besoj se i pat kërkesat, çfarë ju bëri për shtypjen ato kërkesa dhe janë të duhurat ato që duhet të jenë ndaj kryeministit Rama dhe qeverisë së tij? Tani nëse keni ndjekur intervistat e mia, të kujdesshme, të matura, kam shprehur rrugëzgjidhjen e daljes nga kriza. Por menaxhimi i kësaj manifestimi mbar kombëtar kërkon të ketë një ekip intelektualësh me nivele strategjike, bashkohore, për menaxhimin e saj e cila i mungon. Sepse në vend që të bëjë këtë organizim, janë grumbulluar disa veta e quajnë veten bord, por nuk kanë vlerat intelektuale, shkencore, bashkohore, për të drejtuar, për të realizuar misionin e kësaj proteste mbarkombëtare. Në këtë kuadër, mua veçanërisht nga diaspora, jem kërkuar në takim dhe u shpreha mendimet e mia, të cilat i morën, por nuk i dhanë të plota nga ai që i shprehu në protestë Goxhaj. Kolonel, cilët ishin ato mendime që dha ju dhe nuk janë shprehur të plota? Pra çfarë mungon aty? Nëse ndihni me vëmendje, kryeministri shumë i suksesshëm i Anglisë, i 7 për 10 vjet da do heqën dje. Për mendime të ndryshme dhe jo për korrupsion dhe të krim të organizuar dhe jo për dhënje në sovranitetit të Anglisë të tjerëve. Dhe si një demokrat dhe i shtetit konsoliduar, ai dha dorëheqjen tepër normal. Ne fatkeqësisht vajtëm një periudhë 36 vjeçare që nuk e morën drejtimin e vendit intelektualët, shkencëtarët, adhetarë, të ndërtonin një shtet demokratik dhe ligjor, siç i ka gjithë Europa zhvilluar, por heturit për pushtet politik nuk erdhën për të shërbyer adeu dhe kombit, po erdhën për interesat e tyre personale dhe më e madhja realizuan strategjinë e shkatërrimit dhe të shpërbërjes Shqipërisë, e cila detyroi rinin të ngrihet në këmbë në Shqipëri dhe gjithë në botës për të thënë stop kësaj drame ku Shqipëria po bën luftë për ekzistencën e saj të mëtejshme. Problemi është tepër i thjeshtë. Nëse kryeministri i Shqipërisë do ishte me pak gjak shqiptari dhe me pak gjak demokrati, problemi zgjidhej. Jepte dorëheqjen dhe sipas procedurave kushtetuese vazhdonte zgjidhja e kësaj krize. Por duke qenë fatkeqësisht sepse ai e kupton, por nuk mund t'i pa ato zullume që ka bërë Shqipërisë dhe nga presioni i madh të atyre që ka shërbyer jashtë shtetit, sidomos Serbisë, Izraelit dhe Sorosit, do vazhdoi të rezistojë me gjithë format e tija për mos të lënë karriken dhe dëmtuar shumë rënd adeun dhe popullin shqiptar. Pra, duke qenë se ne kemi një kryeminist të papërgjegjshëm, një kryeminist që nuk mendon për Shqipërinë, por për interesat e tij personale dhe të atyre që ka shërbyer, zgjidhja ligjore të cilën ne e kemi bërë zyrtarisht është. Dhe këtu do të ketë tipin e parë ai që foli dje. Sipas ligjeve dhe kushtetutës, mbrojtja e sovranitetit kombëtar ligjërisht i takon gjykatës kushtetuese.
e cila duhet ishte mbledhur urgjentisht dhe të shmangur këtë rritje të madhe të protestave dhe të anullojnë menjëherë marrëveshjet e Edi Ramës me Sazan dhe Zvërnesin, ashtu siç anulloi e detyruar marrëveshjen e hapësirave detare me Greqinë. Pra është kompetencë e gjykatës kushtetuese. Dhe anullimi të këtyre marrëveshjeve, edhe duke qenë kryeminist akoma Edi Rama, shmangte dramën që ka sjellë Shqipërisë në sovranitetin tërësisht territorial Edi Rama. Pra Sazani dhe Zvërnesi i riktheheshin Shqipërisë dhe Shqipëria do quhej 28.000 km², e cila sot nuk është më. 1. E dyta, SPAK-u sipas ligjit dhe funksionimit të saj, në këtë rrëmuj dhe këtë duhet filloj të menjëherë hetimin penal, edhe duke qenë kryeminist Edi Rama, siç bën Balluku në funksion, ta thërrisë zyrtarisht në SPAK, dhe duke thirrur zyrtarisht në SPAK të ulej autoriteti i mbretit dhe të thelloheshin më tej hetimet, të kërkonte heqjen e imunitetit dhe arrestimin e tij për të mbyllur ligjërisht tërëtari anti-shqiptare. Por edhe SPAK-u bën një hap para e dy mbrapa. Pra janë dy institucione kushtetuese të cilat në pavarësi të plotë nga qeveria duhet të kishin vepruar ose të veprojnë tani urgjentisht për shmangjen e thellimit më të thjeshtë të kësaj krize. Këto dy pika, zotëria dje nuk i tha, por pauzë pa këto dy pika dhe duke qëndruar Edi Rama e forcë të pushtet, nuk mund të krijohet qeveria teknike. Pra ka një rrjedhishmëri e realizimit të strategjisë së saj, sepse problemi nuk zgjidhet ik Edi Rama nga kryeministër dhe të vijë një kryeministër tjetër, ose të bëhen zgjedhje të përgjithshme të parakoshme me këto parti politike dhe me këta kryetar partish. Jo, duhet krijohet qeveria teknike 1 vjeçare me ekspertët më të mirë jashtë partjak, andetar, në mënyrë që mas 8 muajsh të qeverisë teknike të zhvillohet referendumi mbar kombëtar për rrëzimin e këtij sistemi 30 vjeçar dhe në referendum të bëhet pyetësori për ligjet dhe vendimet e qeverisë nga 92-shi deri më sot. Dhe përveç këtyre ligjeve dhe vendimeve të cilat do kalojnë në sitë, duhet bëhet pyetësori presidenti i Republikës së zgjidhet me referendum popullor. Antarët e gjykatës kushtetuese për të qenë paanshëm të zgjidhen me referendum popullor. Të gjitha marrëveshjet e qeverisë Berisha-Rama Berisha me mafjen botërore që ka pushtuar pasuritë nën toksore dhe mbi toksore të anullohen dhe t'i kalojnë pasurisë të shtetit shqiptar. Të anullohen gjitha marrëveshjet dhe të hiqen dhe kanë fituar investitorë strategjik një ligj antikushtetues, antilegjor anti-Ramës, kishte paketeve para do kalojnë në sit gjithë veprimtaria miqësore, anti-shqiptare, anti-kombëtare, me ligje dhe vendime të këto dy personalitetë që grupohen Shqipërinë. Pra, do bëhet filtrimi komplet ligjor kushtetues, andetar, që çojë Shqipërinë në gjendje. Tjetra, të ulet sasia deputetëve nga 148. Kupton? Dhe që në qeverinë teknike, pensioni minimal të bëhet 400 euro për të mbijetuar shqiptarët. Dhe të ulet pagesa e qeveritarëve dhe deputetëve nga 5 milion në 2 milion lek, 2 milion lek të vjetra. Pra, është një program i detajuar, politik, ekonomik, social, ligjor, diplomatik dhe bordë e zvëndit, të cilën ne kua kemi bërë gati
natyrisht në masën e të, por pasionet partijake ose pasionet e rekrutuara apo të veprimtarisë shikut që bën për ta shuar këtë raport do të sjellë pasoja. Adeu është në rrezik, sepse Shqipëria nuk është më 28.000 km2 dhe neve në referendum do shtojmë pyetjen e vendosur të rikthehet dënimi me vdekje për shtetarë të cilët synojnë sovranitetin kombëtar dhe kryen veprimtari antikushtetuese me krim organizuar ekonomik siç ka tani. Pra problemet janë shumë të thella dhe bëhen nga njerëz me nivele me shumë të thella për zgjidhjen e krizës. Po të ishte Edi Rama demokrat shqiptar, problemi shumë i qartë për të zgjidhur. Nuk pranon. Do të çojë Shqipërinë dje 9/7/2. Është fatkeqësi kombëtare. Unë flasë si një biri i Shqipërisë që më ka arsimuar, më ka edukuar dhe nuk kam asnjë lloj interesi partijak, individual, financiar. Shpreh mendimet e mia intelektuale, strategjike për zgjidhjen e kësaj situate avdetare dhe popullit shqiptar. Kolonel, si e shikoni akuzat e zotit Rama ndaj Goxhait duke cilësuar atë si përfaqësues të Iranit e para e dyta, a rrezikohet të shkohet drejt një përplasje nëse Rama nuk jep dorëheqjen dhe pyetja e tretë është pse nuk lejohen që intelektual. Tani me kujdes. Vetë arsimimi dhe veprimtaria ime në zbulimin strategjik jashtë 89 vjet, 78 dhe pasaj atashe ushtarak i parë i Shqipërisë në Turqi, ku me aftësitë profesionale ngritën në këmbë Turqinë për shpëtimin e Shqipërisë me Sulejman Demirelin dhe kryeministin Schiller, dhe vazhdimësia e studimeve të thelluara që kam me Institutin e Politikës së Sigurisë Kombëtare, më jep mundësinë që truri im me shumë gjakthotësi të thotë të vërtetat. Ne nuk na ka fajin as Irani, as Izraeli, as Beogradi dhe as kush. Ne na kanë fajin kryeministrat e Shqipërisë, të cilët nuk i shërbejnë atdeu. Dhe shikoni që kanë botuar në shtyp të gjitha institucionet e sigurisë kombëtare janë drejtohen nga të huajt dhe paguhen me gjakun e shqiptarëve. Ish ministri i mbrojtjes në shtetësi greke u largua. Kryetare Shqiput u shkarkua në Kosovë dhe na bie në Shqipëri se s'ka bi dhe bie Shqipëria. Drejtoria e përgjithshme e kibernetikës me Ministrinë e Brendshme e martuar me serb, i dha shtetësinë presidenti Jonë Frëgjum. Shqiptari jashtëm i shkarkuar kryetar Shiku në Rumani dhe Edi Rama e merr se nuk ka bi Shqipëria kryetar të jashtëm dhe mas 6 rrugësh arrestohet në flagrancë në Rumani dhe kryeministri i Rumanisë deklaron në televizor. Nuk e dinte Edi Rama dhe Shqipëria që ishte ndjekje penale e shumë të tjerë. Pra, agenturat e huaja kanë pushtuar gjithë institucionet shqiptare dhe e ka emëruar Edi Rama dhe i paguajmë neve, ashtu siç ishte tek shqiptari i ambasadës tonë në Gjermani dhe sekretari i tretë njëri rus e tjerë bielorus. Ka më hapur dhe më trosh. Çfarë kërkojmë të shohim neve? Janë faktet mbi tavolinë. Pra, qeveria shqiptare e filluar nga Edi Rama është kthyer komplet në shërbim të huajve. Sepse Shqipëria ka bi dhe bija të shkëlqyer, që ka dhënë prova dhe janë për kryetar Shiku, për ministër mbrojtje, për këshilltar e shumë funksione të tjera. Prandaj duhet të kaloj komplet referendum 92-shi, 2026 dhe populli të fshi nga përdorimi ato ligje dhe ato vendime anti-shqiptare dhe t'i shojnë në burg dhe t'japin llogari këta tradhtar t'i sollën këto pasoja, t'i vendi ka që bekuar, po fatkeqësisht me tradhtinë më të ashpër sa gazetari i fuqishëm në Kroaci, pa mbrëm tha, kryeministri më i mirë që ka shërbyer Serbisë është
Edi Rama. Shoni Rajnë Treshin, çfarë trajton? Është bërë objekt diskutimi në median qendrore. Kjo Shqipëri e vogël, por fatkeqe me këtë drejtim politik dhe shtetëror që bëhet. Ne nuk na ka falë Izraeli. Dhe ambasadorë izraelitit të mbylli gojën, që është filmuar që ka dalë nga brenda godinës Izraelit një femër, e mbuluar, ka hequr flamurin dhe ka hyrë prapë brenda. Populli shqiptar nuk ka asnjë lloj problemi dhe dashakaqësie me Izraelin. Populli shqiptar ka me Edi Ramën, i cili nuk ka vënë interesat kombëtare në radhë parë. Prandaj zonja ambasadore, shiko detyrën tënde. U kam qenë diplomat vetë dhe në ambasadë ka roje që sakton shteti përkatës. Janë kamerat të gjitha. Ku janë kamerat dhe rojet e saja dhe nuk e thot ambasadorja kush ka hyrë brenda, po fatmirësisht u publikua. Është një femër brenda ambasadës, ka hyrë flamurin, ka hyrë brenda ambasadës. Ky që provokacionin dyrë dhe po të kishte shtet, ajo ambasadore shpallej non grata, siç ka vepruar shtetet që janë shtete. Nuk ka dorë këtu asnjë shtet i huaj, dere më Kosova. E ka fajet Edi Rama që kërkon të shpall armik jashëm, por faji është i tij që ka këtë situatë. Kolonel, po këto akuzat ndaj Albin Kurtit se po përfshihet në protestat e Tiranës, pse i bën Edi Rama? Po, Albin Kurti dha një përgjigje shumë të thjeshtë dhe shumë të mirë. Unë nuk i shit ato tokat e Kosovës, ku një nga kryesorët ishte Edi Rama, Hashim Thaçi, Edi Rama, Grenelli dhe Vučići, që bën skenarin e dhënies së Kosovës veriut dhe bitje Kosovës i dhanë stop dhe i faleminderit asaj kancelare gjermane që çoi në burg Hashim Thacin duke paralajmëruar. Hashim Thaçi, dashur gazetar, ai që lexon dhe ndjek situatën, bëri viktimë dhe të tjerët. Hashim Thacin e shoi kancelara gjermane, e cila paralajmëroi 3 herë, hiqi dorë nga skenari i shkëmbimit territoreve se Gjermania dhe pastaj shoi prokurorin e saj në gjykatë e Hagës, ku gjykatë e cila funksionon me lekët e Bashkimit Evropian dhe i thanë, në rast se ju nuk arrestoni Hashim Thacin, në datën 1 ndërpritet financa, s'ka më lekë. Dhe Haga nxori urdhrin dhe arrestoi mund hyrje të avionit do të shkonte dhe do formoste me Grenellin dhe Vučićin shkëmbimin e territoreve u pjesë e këtij skenari që dhe Edi Rama. Atë skenare Edi Rama tani zbatoi me Sazanin dhe Zvënesin. Pra strategjia e tij e shpërbërjes hapësirave të toksore detare të kombit tonë shqiptar. Shumë të thellë problemi. Unë nuk kam asgjë me Edi Ramën. Unë kam me mbrojtjen atë dheu ti të dashur. Çdo njeri kur merr një karrikë duhet mendoj mirë, si thot Pizingeri, një udhëheqës që vjen duhet mendoj. Ashtu siç ne shtruajmë historinë e parëve tanë, ashtu dhe pasardhësit tanë do shkruajnë historinë tonë. Nuk e mendon këtë ai çfarë ngjollë rrugërimën e tij. Kolonel, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Të uroj një ditë të mbarë. Me dhimbje dhe jashtë dëshirave të mia, shpreh këto realitete të cilat nuk doja kurrë të ndodhin në vendin tim të dashur. Faleminderit shumë.